Hidhini ujë të nxehtë të mollëve që blini dhe do shokoheni çfarë ndodh. Mollët janë një frut që ndihmojnë në efektet pozitive të shëndetit të njeriut dhe ato duhet të konsumohen gjërësisht në dietën tuaj të përgjithshme. Megjithatë, ju duhet të dini diçka rreth këtij fruti që e blini në dyqan. Një numër i madh i prodhuesve në treg përdorin pesticide helmuese duke i lyer mollët me dyll për të penguar kalbjen, prishjen, madje edhe për të lehtësuar mosdëmtimin nga insektet. Në një test të tillë mund të zbuloni nëse janë lyer mollët ose i keni bler ato bio. Hidhini mbi to ujë të nxehtë dhe shikoni që uji do të rrëshqasë, ndërkaq që mollët do të mbeten vetëm me bulza. Por nëse hidhni ujë të nxehtë mbi mollë dhe shikoni se si dylli do të bëhet më i dukshëm dhe ai do të fillojë të shkrijë. Ja se si duhet të veproni në këtë rast për të hequr dyllin nga mollët. Hidhni sot buke mbi to dhe e fshini mirë me një leckë ose me një furxhë dhëmbësh dhe bëni një shpëlarje me ujë të rrjedhshëm.